Nderuar miq, mirëmbrëma, përshëndetje dhe mirë se erdhët në këtë transmetim të drejtë për drejtë në televizionin Fax News, në emisionin e përjavshëm nga Kalaja, një emision tani më i njanshëm, siç e dini, pra unë bëj gjithmonë emisionet njanshme. Fakt një koleg më shkruante në mesazh dhe më thonte që të gjithë në të vërtetë jemi të njanshëm, por varet se çfarë konceptojmë të vërtetën. Gjithsesi unë jam mundu gjithmonë për me bëu diçka të veçantë në raport edhe me të ftuarit që marr, mendoj që kam ftuar gjithmonë njerëz që thonë mendimin e vet, nuk është se kanë ndonjë mendim të imponuar për shembull nga kryetari, nga shefi etj. Kështu që panelet hera herës jam mundu t'i bëj tilla, pavarësisht se ju jeni ata që do t'i vlerësoni. Siç e keni ndjek edhe sot nëpërmjet rrjeteve sociale, unë kam hedh një panel shumë interesant që do doja t'ja u prezantoj tani dhe t'ju njoh edhe me temën që do diskutojmë, sepse zhvillimet e fundit kanë qenë shumë interesante, sidomos kjo që ka ardhur nga inteligjenca artificiale tani, pra nga presidenti i Republikës, që ka dekretuar edhe datën e zgjedhjeve duke mos marrë parasysh kushtetutën, sepse ai është dhe garanti kushtetutës, po ta shihni kështu në plan para, pavarësisht pastaj se manovrat e kryeministrit janë të tjera. Pa humbur kohë, do doja t'ju prezantoja me panelin, pastaj do të njiheni edhe me një insert. Armir Shkurtin kam në krahun e djathtë, është gazetar, një mik i emisionit tim. Mirëmbrëma, faleminderit Armir. Faleminderit për ftesën. Faleminderit që u riktheve në emision. Jo, këtu jam. Okej. Në krahun tim të majt kam kryetarin e partisë Lëvizja e Legalitetit, zotin Shpëtim Axhami. Mirëmbrëma, zoti Shpëtim, faleminderit që jeni me mua. Faleminderit. Po ashtu kam zotin Azmer Dulević, i cili është aktivist, ai ka kandiduar për deputet në qarkun e Fierit me partinë Shqipëria Bëhet, por më vonë u distancu dhe u tërhoq. Azmer, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit që jeni me mua sot. Po ashtu të fundit, kujdes për jo për nga rëndësia, një njeri shumë i kujdesshëm për aktualitetin politik, një penë e fortë duhet thënë, është juristi Paulin Paplekaj. Mirëmbrëma, Paulin. Mirëmbrëma. Faleminderit që jeni me mua sot. Ky pra është paneli i natës sotme, ku ne do mundohemi të dekriptojmë atë që ka ndodhur, po edhe atë që pritet të ndodhë, përpara se të flasim për temën kryesore, që sigurisht është Bashkia e Tiranës, por edhe bashkitë e tjera, se në fakt edhe atje jetojnë shqiptarë, pavarësisht se ne jemi fokusuar vetëm te Tirana. Unë do doja të ndiqni mendimin e regjisë, një insert që unë kam bërë natën e mbrëmshme te Bashkia e Tiranës. E ndjekim, është vetëm 1 minutë e gjysmë dhe rikthehemi në studio. Ku janë gazetarët që paguan Darion Veliaj? Ku janë artistët që i sponsorizon dhe Veliaj? Ku janë të rinjtë që i prodhoi ai? Ku janë biznesmenët që i ushqente ai? Ku është Helena Kadere që e ndiqte atë? Ku janë mediat që nuk e kritikuan kurrë atë? Ku janë ata VIP-a që ai pinte kafe çdo ditë me ta? Ku është komuniteti LGBT që ai e mbështeti? Ku janë deputetët që ai ndihmoi me vota? Ku janë kryetarët e bashkive që ai nxorri? Ku janë administratorët që i emëroi ai? Ku janë këshilltarët e bashkisë që i nxorri ai? Ku është administrata që e punësoi ai? Ku janë ministrat që ai propozoi? Ku janë gjyqtarët që ai ja kaloi vettingun? Ku janë prokurorët që i emëroi ai? Ku janë njerëzit e vettingut që i vuri ai? Ku janë ata që i qeraste me projekte? Ku janë ata që i jepte leje ndërtimi? Ku është Sorosi që e projektojnë politik? Ku e ke shoqërinë civile, Orion Veliaj? Ku e ke liderin dhe shokun e armëve, Edin? Ku i ke shokët, Orion Veliaj? Prandaj, mos piraki, por njëherë të vetme bëj nder Shqipërisë, dil dhe flit ato që di dhe ke bërë me Edi Ramën dhe ato që ke parë dëgjuar, se po fole ti, të gjithë do jenë lajmi i fundit. Jemi rikthyer sërish së bashku, nderuar miq. Ka qenë fakt një status që unë kam bërë në rrjetet sociale, por u bë shumë viral dhe shumë miq më propozuan që unë ta thoj edhe nëpërmjet videos, një formë e re komunikimi kjo. Armir, janë disa pyetje faktikisht unë i drejtova për bashkisë Erion Veliajt. Nuk e di, do doja një koment parë nga ana jote, si e shikon gjithë situatën e Erion Veliajt sot? Të Erionit personalisht. Po. Jam i lumtur që karriera e tij politike u doq. Jam shumë i lumtur, e ka qenë një rrezik shumë i madh kombëtar. Domethënë, faktikisht ngutja për të zënë vendin e Tiranës ja ngri kokën. Por ai kishte krijuar, me sa po duket brenda Bashkisë Tiranës, partinë e tij, organizatën e tij, tamam me formatin e qyqeve,
që bëjmë vezë në foljen e tjetrit dhe arrisin atje, dhe që u kthyen në një rrezik edhe për veti Edi Ramën, natyrisht ajo Sorosi që theti. Sorosi është një nga mekanizmat që i hëngri kokën, sepse tek mekanizmi Soros shkoi dhe përmori kundër Edi Ramës dhe natyrisht Rama ishte më i fortë. Edhe politikisht edhe në ato pozitat okulte që është. Kështu që Erion Velias që u doq karriera politike, unë jam shumë i lumtur. Natyrisht që është një zhvillim politik, ajo që prodhoi Edi Rama mrapa, zhvillim politik në forcim të pushtetit absolut të tij personal të Edi Ramës, në marrën në super kontroll të gjithçkaje, edhe këto gjërat që po shohim mbrapa. Ku i ke shokët, pyetje që bëre që ishte një lloj asociacioni me Lulin, që thoshte Rame. Mua, me thënë të drejtën, pavarësisht nga neveria që kam për Erion Veliaj, po 2-3 persona aty në Këshill Bashkiak, që nuk votuan dhe që prononcuan, i heq kapelen, në shenjë respekti, sepse të paktën kishte 2-3 njerëz me dinjitet. Gjithsesi, ajo mënyrë që ndodhi në Këshillin Bashkiak tregon se ç'është politika. Politik nuk ka shok, nuk ka vlla, nuk ka... Në politik ka interesa, dhe sidomos politikën shqiptare ka më të fortin. Ata njerëz që i vuri Erion Velias, ti kisha thënë shumë sakt, që i bëri pasanik, që i bëri politikan, që i kaloi vettingun, ata njerëz ishin ata që ngritën kartonin. Nëse gjatë emisionit ta shtjellojmë, ndoshta mund të flasim më gjerë, po do të them që edhe luksin për ta hequr, Edi Rama e mori vetë. E ndërtoi vetë gjithçka dhe kemi këtë lloj zhvillimi politik që besoj diskuton edhe patjetër. zotërit e tjerë. Si e shikon në këtë moment Erion Velias tani në qeli turravrapin e presidentit për me dekretu zgjedhjen? Unë do të kërkoj ndjes fillimisht, edhe panelit edhe juve personalisht, pasi me qenë se është intervista e parë në emisionin tuaj, një emision shumë domethënës, dhe vi direkt pas zgjedhjeve parlamentare, dua të ju falenderoj personalisht për mënyrën se si ju paraqitët në këtë fushatë elektorale, për fushatën dinjitoze që bët, për fushatën qytetare që bët, për mënyrën se si ju paraqitët për një politik bërje të re, politik bërje të cilën ka nevojë dhe majta dhe djatha, po mbi të gjitha ka nevojë shoqëria shqiptare sot. Edhe një herë për gëzimet e mia. Faleminderit për prospekt. Ajo që ju thatë është e kuptueshme, mënyrën se si Erion Velia u fut politik, mënyra se si ai u prezantua dhe prezantohej në politik, mënyra se si ai e drejtoi Bashkinë e Tiranës, ai me të vërtet u formatizua si një person i rrezikshëm në të ardhmen nëse ai do të arrinte atë për cilën ai mendonte. U konkludua gjitha e protesta opozitës, rreth 44 protesta, me shoqëri civile, me gazetar, me politikan, me gjithë, për të larguar një minutë e më parë dhe ashtu si që tha nga parafolsi zoti Armir, jemi të lumtur që përfundimisht karriera e tij politike ka përfunduar dhe tashmë duhet të shikojmë në të ardhmen që Bashkia e Tiranës t'i kthehet qytetarëve, t'i kthehet opozitës, t'i kthehet. Okej, do ta trajtojmë pak më vonë se doja të merresha fillimisht me Velien, pastaj se çfarë do bëjë opozita. Merr edhe ty një sentencë të parë, si duken këto zhvillime deri tani? Shkurtimisht, unë mbaj mend në mandatin e parë zoti Velie, në daljet e tij publike në fushat, deklaronte që do të jepte 0 leje ndërtimi. Çfarë ndodhi gjatë periudhës që ai ishte në krye të Bashkisë Tiranës? U betonizua kryeqyteti. U mbush gjithandej, u rritën çmimet e apartamenteve. Pra, zoti Velie është shembulli i individit i cili tjetër gjë thoshte, tjetër gjë bënte. Shembulli i servilit në politik, i cili përfundoi në fund i flakur edhe nga të vetët, dhe kjo do të shërbejë si mësim për të gjithë ata politikanë, të cilët duke u servilosur kryetarit partisë ose drejtuesve në parti, mendojnë se do arrijnë, le të themi, shumë lart dhe do anashkalojnë shumë rregulla, le të themi, edhe të shoqërisë, dhe në fund fare përfundojnë rrugë. Dhe nuk ka gjë më të mirë në këtë moment që personazhe që përfaqësojnë zotin Velien, që janë të ngjashëm si ai, të kenë pak kujdes në aktivizmin e tyre politik, sepse do përfundojnë po një lloj si zoti Velie. Dhe ky sot është fakt, dhe kjo duhet na lumturojë ne të gjithëve, sepse si zoti Velie, se ne po flasim për kryeqytetin,
është e mbushur komplet administrata. Sepse është bërë model në shoqërinë shqiptare, që të marrësh një pozicion, duhet i servilosësh kryetarit partisë, kryetarit degës e gjitha me radhë. Dhe kjo gjë duhet marri fund një herë mirë, por me sa duket në politikën shqiptare, besoj do vazhdoj edhe për disa kohë fatkeqësisht. Azmer, se më ngacmove kur thej që ka dhe personazhe tillë që du t'i përngjajnë Erion Velis, unë kam identitetin kokë dhe jam shumë i qartë për këtë fjalën, por kam një pyetje të drejtë për ty. Pse zgjodhet që të tërhiqesh nga Shqipëria bëhet? Pas një kandidimi që ti fakt morët shumë vota. Patjetër. Në Fier dole me i votuarit e kjo forcë politike. Dhe rrezikonit për me marrë mandat në Fier. Për pak vota. Unë jam tërhequr nga angazhimi me Shqipëria bëhet, por jo nga aktivizmi politik. Po unë prandaj kam ftuar në studio. Se hi aktivist politik, unë prandaj kam ftuar, jo thjesht të pyeta se e tërheq nga, domethënë nga ky formacion. Nuk je i vetmi, janë tërhequr shumë njerëz. Unë po flas për personin fjalë. Unë ishte në informacion politik në një parti të re politike, që mendoja që ishte ndryshe nga partitë e tjera aktuale në vendin tonë. Se çfarë është partia në fundit? Është një grupim individësh, të cilët ndajnë të njëjtat mendime dhe kanë një qëllim përbashkët. Dhe në parti politike, që tjetë parti, duhet ketë zgjedhje, duhet ketë meritokraci, duhet ketë gardë pastër, të cilat faktuan, pra, to nuk ndodhen. A më thoni ju mua, jo vetëm të Shqipëria bëhet, po dhe në partitë e tjera të reja, që garuan për herë të parë, a janë bërë zgjedhje për struktura, për kryetar, për gjithë pjesën e organikës? Zero, janë gjithë emëruar. Dhe normalisht unë votat i kam marrë personalisht votat e mia. Kam bërë fushat i vetëm. Pra ke marrë vota personale? Kam marrë vota personale. Unë kam bërë kush mje, qytetarët që në gjojmë, unë kam bërë fushatën me 3 veta. Unë gjatë pjesës së vëzhgimit, kur ishte numrimi i votave, po dhe gjatë votimit, unë kam pasur familjarët e mi. Nuk kemi pasur struktura. Mbështetja partijake, po thuj se ka qenë zero. Koha televizive e imja gjatë fushatës elektorale, nga ana e subjektit ka qenë 0 minutazh. Ndërkohë subjekti kishte, patjetër. Lapa i ka dalë në prime time. Nuk ka vend Shqipëria. Pra nuk e kam personalise. Po jo mos s'po flasin personalisht, po tani ti ke dhe shembull atje dhe prandaj duhet të pyes. Zoti Galaja. Po. Nuk ka nevojë Shqipëria për parti të tjera, për jesmen dhe për kryetar që marrin vendime të gjitha. Çdo gjë. Pra duhet t'japim shembullin. Pra që jemi ndryshë, se unë prandaj u bashkova. Qartë. Pra se unë kam qenë më përpara, kam qenë pjesë dhe ja kam thënë publikisht, pjesë e Partisë Demokratike. U largova sepse zëri nuk dëgjohesh deri diku dhe tentova me një forcë të re politike. Po kur shikoj që është po e njëjta gjë, pra unë zgjedh të tërhiqem, sepse unë kam votat e mia. Okej, të falenderoj për sinqeritetin. Papleka, e njëjta pyetje për ty në raport me Veliajn. Si e shikon këtë situatë? Të jemi sinqert, unë e shoh në 2 kënd vështrime, ose jam në dilemën e 2 kënd vështrimeve. Nga njëra anë është kënaqësia që një model i keq, një abuzues djali i ri largohet nga politika në mënyrën më të keqe, sikur se rezulton. Dhe nga ana tjetër ndiej dhimbje që i gjithë brezi i ri po vazhdon me të njëjtin fat, të destinuar të largohet nga politika. Po ta marrim qysh se ka ndodhur ndryshimet demokratike ndaj, po ta shohim asnjë nga studentët e 10-orit 90 tashmë nuk është i afirmuar mirëfilli në politikë, përkundrazi disa janë të vrarë, disa të larguar, disa të përjashtuar nga skena politike, disa në burg, siç është Mjeta, dhe me radhë të gjithë të tjerët të ri që kanë ardhur. Mendoj që palët politike, ata që janë faktor të vërtet drejtuesit e partive kryesore që janë faktor të vërtet, tentojnë të përmirësojnë imazhin e tyre me të ri që i marrin pa garë, duke u amohuar meritokracinë të rive të tjerë, kryesisht nga jashtë, po t'i shohësh edhe në Partinë Demokratike kanë ardhur të ri nga jashtë, nga shkollat perëndimore, mjeri edhe në Partinë Socialiste po ashtu, mjerisht shumica e tyre po t'u shohësh si vinë kanë mbaruar vetëm 3 vjeçare, pra nuk kanë marrë master jashtë, vinë në Shqipëri mbase mund të kenë marrë një master dhe direkt kalojnë në pozicione deputetësh, në pozicione kryetar bashkish, ministrash
pa punuar asnjë ditë në administratën e shtetit, i përdorin dhe i nxjerrin si lecka pastaj, sepse janë të paaft këta të rinj, janë arrivist dhe zbatojnë gjithnjë detyrat e kryesuesve të partisë, qoftë në njërin krah, qoftë në tjetrin, por më e dhimbshme është kjo që ndodh në Partinë Socialiste me largimin e gjithë këtyre në mënyrën më të keqe të mundshme, në një format diktatori siç e bën. Kujt i referohesh, largimin e kujt? Largimin e Tribe, me njënimin Okej. Po ta shohim vetëm Elisa Spiropali është një person që nuk është larguar akoma, se gjithë të tjerët janë me dank. Ajo është për Skënderbeun, është tjetër, domethënë. Por dakor, falenderoj Ermir. Kthehemi pak tek opozita. Pra folëm pak për Veliajn, tani kthehemi te opozita. Negociata. Janë 3 persona, cilët janë caktuar nga Partia Demokratike për me bën negociata për me nxjerr kandidaturën e Bashkisë Tiranës. Ç'mendon? Albert Einstein ka një shprehje gjigante. Budallik thot, budallik është të provosh të njëjtën gjë disa herë, të kërkosh rezultat ndryshe. Po. Ka shumë faqe shpjegimi kjo gjë, po do të them atë pjesën e këmbanës, pse nuk ra, arsyeja parë s'ka këmban. Para 11 prillit, po themi, që të fillonte fushata, kishim Berisha thoshte me Ramën nuk hyet në zgjedhje. Rama është vjedh votat. Rama është koka e krimit të organizuar dhe ka bërë narkoshtet. Do bëjmë mosbindje civile, do hyjmë me qeveri teknike. Hyjmë në zgjedhje, në fushat. Këto nuk u përmendën. Dolëm nga fushata, Berisha tha Rama vodi zgjedhjet. Dhe tha, unë nuk e thash gjatë fushatës se demotivoja elektoratin. Ka kaluar vetëm 6 muaj nga kjo katastrofë elektorale. Është katastrofë elektorale. Çfarë ka ndodhur ndryshe që unë të pres një rezultat ndryshe? Dhe kur them budallik, është budallik e elektoratit, nuk them e atyre partive, se atyre bravo i qoftë se ata në punë të vet. Po. Budalliku jon është që themi jemi karikuar tani dhe themi sa kandidat janë, a do vi nga shoqëri civile apo shoqëri luftarake, a do zgjedhim me bashkëpunim kështu. O zotri, çfarë ka ndodhur, çfarë ka ndryshuar politikën shqiptare? Për mirë, se për keq e di që ka ndryshuar. Rama ka thellu pushtetin, arrogancën, shpallja datës, shkarkimi Veliajt ishte arrogancë. Se shkarkoi Rama, nuk shkarkoi opozita, që kishte detyrë. Bëri 44 protesta, siç tha zotnia opozita. Pastaj, kur Rama iku në burg, gjithë me këto e dinin, Veliaj iku në burg, se lapsus freudian. Jo, dakor, falenderoj për këtë lapsus. Kur Veliaj iku në burg, gjithë këto që jemi, edhe që jemi, menduam prit se do ketë zgjedhje. Berisha e pyetën para jave, tha nuk kemi menduar këtë gjë. Thash budallë jemi ne, që themi ja tani ka ardhur rada se do hedhim Edi Ramën përmes Veliajt. Dhe do hedhim Ramën, pra do bëjmë lëvizje politike përmes gjetjes një shoqërie civile nga një parti periferike. Ne vazhdojmë të llojmë budallikun tonë. Ndërkohë, në Shqipëri gjërat janë përkeqësuar. Në Shqipëri ne duhet të themi do të gjejmë koncept nga Partia Demokratike, që është pjesa kryesore më e madhe e opozitës. Do hyjë zgjedhjes, do hyjë zgjedhje. Berisha ka thënë, do hyjë zgjedhje, pra ka thënë për zgjedhjet parlamentare, sepse duhet të përfaqësojmë elektoratin dhe ka të drejtë. Po për çfarë motivi? Zgjedhja nuk hyhet gjithmonë për të fituar. Kur ti e di që e tjetri do fitoj, atëherë unë për veten time, nëse do të më pyesin, në zgjedhje do të hyja si Parti Demokratike për të rikarikuar Partinë Demokratike dhe reaktivizuar strukturat. Vetëm për këtë. Absolutisht për këtë. E dyta, do të kisha gjetë një kandidat super politik, i cili do të shfaqej me një program të djathtë, konservator. Në kohën që këto ka hyrë në parlament dhe një person që ma vetëm për pastor, një farë Toni Gogu, tha ligjin për gjinit, që është i ligj majtist o globalist, na e do Europa tha si kusht brenda këtij viti. Pra, një kandidat konservator
I tharë i ekonomisë liberale tregut, jo liberale, ekonomisë liberale tregut, ti paraqiste elektoratit dhe këtë një muaj, ti thoshte, neve kemi dhe njeriu edhe programin. Strukturat Karikoshi dhe Berisha, atë, me gjithse ka rënë falteje, ose për fajin tënd, kauza e vjedhjes të Ramës, sepse ti vërtetove që është vjedhje brenda partisë. Të paktën në këto zgjedhje, duhet të thotë partisë, ne o vlla do të faktojmë vjedhjet e Edi Ramës. Në këto lokalet. Qartë. Unë për veten Ke vetëm për Tiranën apo për gjithë 6 bashkitë? Ne flasim për Tiranën, se 6 bashkitë, përfshirë Tiranën janë në xhep. Do të thotë zonjës Manastirli unë i uroj punë mbar sot. Edhe atyre 6 nuk diskutoj Vlorën, cilën vajti Rama dhe pastaj një ditë ai pa vetë dorëhequr. Jo, ai dha dorëheqjen. Po pra, mi pra kur e dha? Se di. Ku di një mëngjes të bukur. Po. Ta jam smur, tha do jap dorëheqje. Masi e leqendisi kryeministri. Spati burrërin të paktën atë moment që i foli ashpër kryeministri faqe të tjerëve, thoshte di çfarë puna? I kishim punën tatë apo i kishim shoh punën time. E mbajti turbi, shkoi punoi në kanale, shkoi për gjithë, pastaj ishte ditë smur dhe dha dorëheqjen. Gjithsesi, ne sot diskutojmë, këto janë zgjedhje, vllai. Zgjedhje politike. Këto janë zgjedhje absolutisht politike. Rama heqen e veliat e bërin formë politike, hoqi vet. Nuk hoqi opozita. Patjetër. Datën e caktoi vet. Personin e caktoi vet. Tiranën e do, edhe për ato që thashë, Bashkia e Tiranës ishte kthyer në partinë e Erion Veliet. Absolutisht. Do të rimarrë partinë. Konsolidoi pushtetin e Tiranës dhe në fund fare vazhdoi projektet, kanë ngrirë kullat. Po presin kullat ndërtohen nëpër Tiranë. Okay. E do të lëvizë Tirana. Ke ndërhyrje Paulin se du të pyes pak shpëtimin. Jo, ke diçka të shkurtër? Për partinë. Po, jo, vetëm ndërhyj shkurt se du të pyes pak. Okej, dakor, zoti Axhami, me që jemi të opozita, folëm për negociata, pjesë e cilës është edhe partia juaj besoj. Nuk e di ai një thrit na zbardh diçka nga kjo histori dhe si e shikon ti, garën për Tiranën, se du të Gara për Tiranën dhe për se ke dhe matin për 6 bashkitë. Jo, edhe për matin doja të kam pyetje të veçantë, po më flit pak për Tiranën jo. Për sa i përket Tiranës dhe 6 bashkive të tjera, po Tiranës duhet kemi një gjë parasysh. Ne vim pas një tronditje nga zgjedhjet e 2025-s, maj 2025-s si opozit, me atë rezultat që tashmë dihet, e arsyet e atij rezultati përsëri dihen, por duhet kemi parasysh se në këto zgjedhje voton gati gjysa e shqiptarëve. Pavarësisht janë 6 bashki nga 61. Është një numër votues goxha i madh, duke pasur parasysh çfarë përfaqëson Bashkia e Tiranës, e Vlorës, e Beratit dhe 3 bashkitë të tjera. Opozita në tërësinë e vet, për sa i përket këtyre zgjedhjeve të pjesëme lokale, është disi për mos thënë shumë e vonuar. Për arsye sepse kandidatët, duke përjashtuar rastin e Tiranës, që doli i menjëhershëm, e bëri Rama Bylis, e bëri pikërisht atë ditë që do vot besojë qeveria, ose do shpalose qeveria, ndërkohë kur edhe do mblidhesh e parlamenti, dhe ai ka atë domethënien e vet, po të hysh. Dhe është e vonuar pasi dihet se shumë shpejt se 5 bashki të tjera të paktën do kishte zgjedhje. Dhe tashmë ta lesh për 40 ditë sa i bie në data 9, për 45 ditë, të bësh këto takime të përshpejtuara, pa një strategji, pa një program, pa kush do jenë kandidatët, ashtu siç duhet, kandidati duhet të jetë i djallë, duhet të jetë konservator, për vetë rrethanat në të cilat gjendet opozita, për vetë atë që kemi kaluar, për vetë atë çfarë kërkon shoqëria, qytetaria, për të kthyer besimin, shpresën tek opozita, për të ndezat dritën jeshile që këtu ka opozitë. Por mos të strukur, si thua, por mos u tunduar nga kjo lloj mazhorance, nga kjo lloj qeverisje, nga kjo se ku jemi katandisur në tërësinë e opozitës. Do ishte një rast shumë i mirë, se tani tashmë jemi para një realiteti, zgjedhjet janë dekretuar. Do të ishte një rast shumë i mirë që këto të ndodhin, po i kthem asaj që thash më përpara, të ndodhin pak më shpejt, opozita të ishte më organizuar, të ishim më organizuar, nga zgjedhjet lokale dihet, sepse publikisht nuk kemi pas asnjë takim që thuash si parti opozitare për të diskutuar qoftë edhe ku ka të ndisem ato humbje. Ne dim që nga 20 e sa parti ka pas kryetar partije të cilët nuk kanë parë zgjedhje fare. Ne dim se si u bën listat. Ne dim se si u bën lufta edhe e brendshme brenda listës. Ne dim dhe kandidat brenda listës mbyllur ose edhe tek listat e hapur të cilët nuk kanë qenë as prezent në elektorat. Të gjitha këto duhet të kishin vënë pikën mbi më përpara. Duhet të ishim më gjithë përfshirës në diskutimin edhe të rezultatit të humbjes dhe duhet të kishim vlerësuar shumë më shpejt
zgjedhjet në 5 bashki ku do futesh edhe Tirana tashmë. Tani juve jeni fritë Patjetër presim, akoma nuk kemi thirrur. Nuk jeni taku akoma. Nuk kemi takuar, normalisht që pretim të thirremi. Jeni njoftuar ndërkohë? Partia Lëvizje Legalitetit siç dihet është parti parlamentare. Kemi rreth 28.000 vota të marrën siglën tonë nga kandidatët e Partisë Demokratike Aleanca Shqipëria Madhështore, janë rreth 30.000 vota. Normalisht që do të rritemi, ne jemi të paraprogatitur për të marrë pjesë në zgjedhjen gjitha format e mundshme, por dëshirojmë, do të kishim shumë dëshirë që pavarësisht se koha është e shkurtër, të gjendit një emërues i përbashkët për të kthyer atë që thash në fillim, për të ditë se si mund të paraqesemi në këtë zgjedhje, pavarësisht se shumë e vështirë. Ju e synoni Bashkinë e Matit si parti e legalitetit, pra keni kandidat në Mat? Ne si parti, do e ofroni kandidatët, neve si parti kemi potenciale kandidat të kemi në 6 bashki. E mora vesh se normalisht Bashkia e Matit, sepse dihet që ka i specifik. Bashkia e Matit do të jetë pjesë e negociatave. Pra keni një emër për Matin? Patjetër, po. Keni? Kemi emër. Do shtoni për ta kërkuar këtë emër? Para 2 javësh është mbledhur kryesia e Partisë Legalitetit në Mat. Kanë ardhur dhe kemi pas takim dhe këtu në Tiranë, është konkluduar për emrin që do paraqesim në Tyrjes për në Mat. Është një familje fisnike, është një familje tradicionale e djathtë, është një djalë konservator, është i mirënjohur, është me arsim kuptohet të lartë, është i brezit 35-40 vjeç, është i profilit që vërtet kemi nevojë të gjithë që me këto njerëz të përfaqësohemi. Atëherë për vetë specifikën që ka Mati, duke pas parasysh që është dhe bastioni i legalitetit, pasi mbreti sigurisht Armiri dhe ju dini më shumë, ka vepruar. Armiri ka ndjekur fushatën e 97-s dhe ka bërë dhe librin e fushatës, sapo e diskutuar. Shumë interesant që ma ka dhuru. Dhe pra ju mund edhe ta merrni apo jo Bashkinë e Matit? Absolutisht po. Dakor, do të shkoj edhe një parantezë në negociatat me partinë, në bisedimet me Partinë Demokratike në lidhje me zgjedhjet parlamentare është diskutuar çështja e zgjedhjeve të Matit të pjesshme, pasi dihesh që kryetari i Matit është hedhë në tresë 6 muaj përpara. Po, do të shkojmë në hapësirë publicitare dhe rikthehemi për pjesën e dytë të emisionit me të njëjtin diskutim, se do flasim pak për opozitën, du mendimin e Duleviç dhe Paplekajt. Publicitet të rikthehemi. Jemi rikthyer për pjesën e dytë të emisionit, po flisnim prapë për Veliajn fillimisht, po për opozitën. Çdo bëj opozita tani janë negociata për gjetur një kandidat. Azmer, si e shikon tezën që ka hedhur opozita? Në fakt është Agron Shehaj që na duhet një kandidat jo partjak për të medalë për tej. Sot janë hedhur 3 emra, nuk e di a janë zyrtarë ti përmendim apo jo, po gjithsesi edhe mund t'i themi. Si e shikon ti? Normalisht me thënë drejtën unë kam një mendim pak ndryshe nga shumica e qytetarëve për një arsye shumë të thjeshtë, sepse të 3 emrat që kanë dalë sot janë të nderuar aktivistë në shoqërinë civile. Por unë mendoj se këta emra janë vendosur në këtë moment që nesër, edhe nëse opozita nuk e fiton dot Bashkinë e Tiranës, pra kryeqytetin, e ka alibin pse nuk fitoi. Pra provuam edhe shoqërinë civile, këta nuk sjellin vota, prandaj ne humbëm. Dhe unë paktën zotin Haçkaj Florianin e kam edhe mik, nëse më dëgjon, do të sugjeroja ta mendoj mirë, pra nëse e propozojnë, pasi më duket si një përdorim që i bëhet në këtë moment figurave të këtyre personave që përfaqësojnë një elektorat të caktuar në vendin tonë. Sepse nëse opozita do ishte serioze në planin e saj, këta persona që janë në struktura drejtuese të partisë më të madhe opozitare në vend, pse nuk kanë guxim të dalin dhe të kandidojnë? Për çfarë hyhet në politik? Politik hyhet për garë. Ai që ka frikë nga gara, le tiki nga politika. Le dalin në backstage dhe të ndihmoj ata që duan të garojnë. Pra, sekretari i përgjithshëm i një partie, drejtuesit e departamenteve, për çfarë janë? Për çfarë roli kanë nëse nuk kanë guximin të kandidojnë, apo nuk duan të lënë mandatin? Sepse një pjesë tani kanë dëgjuar këtë arsyetimin nga disa deputet sot në Parlamentin e Shqipërisë, edhe nga Partia Demokratike, shiko se kam një plan 4 vjeçar ç'është kjo. Ti je politik. Partia ka nevojë sot. Ti dil dhe kandidon, merr guximin. Nëse ti ke frikë nga kandidimi, pastaj nuk je për këtë punë. Dhe unë shikoj, le të themi, një manovër të Partisë Demokratike ose opozitës tërësi për të gjetur justifikimin e radhës. Se datën 9 nëntor ne do jemi përsëri këtu dhe do flasim, jo na vodhën, jo nuk na vodhën, jo fituam, jo sfituam. Pra, duhet të ishte një kandidat politik.
Pra ky është këndvështrimi im. Duhet ishte kandidat politik, okej. Ke ndërhyrje të shkurtër? Të shkurtër. Po. Jo, vazhdo thuje. Ajo që disa kandidatë të përfolur nga media nga këto, për mendimin tim nuk është e drejtë që të prononcosh po pranoj apo nuk pranoj kandidim. Ajo ka efekt negativ. Pranon o nuk pranon, ka ku unë të jepësh nëse të afrohet, për të kandiduar mund të thush ati ku të afrohet që nuk pranoj ose pranoj dhe të japësh argumentin pse jo ose pse po. Kështu që nuk është e drejtë për ban impact negativ të deklaroj një figurë politike që tot nuk pranoj të kandidoj para kohë, aq më tepër kur nuk i është afruar publikisht ose në treza. Dhe e dyta, për mendimin tim, kjo përzgjedhje e kandidaturave flas në emër të Partisë Lëvizje e Legalitetit, po edhe në emër të asaj që duhet marrë fund një herë e mirë, ajo që Partia Demokratike të flasë në emër të opozitës duke e nxjerrë automatikisht kandidatin të avolinë, urdhoni kandidatin dhe dalë bëj deklarat në emër të opozitës. Kështu jemi deri tani. Ka ikur ai kohë, nuk ka më. Duhet debat të mendimin tënd për opozitën tani, Paulin. Po, sigurisht, para se të kalojmë te mendimi për opozitën, duhet të diskutojmë diçka. Çfarë e shtyni Edi Ramën të nxitoj, të shkel ligjin, të shkel kushtetutën, të shkel... Po, ti e shikon si jurist, po, është e vërtet. Po, patjetër. Çfarë e shtyni? Përveç se për ta djegur Erion Velian dyshin përgjithmonë që mos të ndihe e rrezikuar, unë mendoj që ka edhe një arsye tjetër. Don të konfirmoj vjedhjen e kryer në zgjedhjet politike. Dhe nuk ka moment më të mirë për të konfirmuar atë vjedhje se sa nëpër riprovimit edhe një herë me një kandidat për Bashkinë e Tiranës. Ndaj, Partia Demokratike, dhe kur flas për Partinë Demokratike, dua të them direkt për profesor Sali Berisha. Se të flasësh për Partinë Demokratike, vullneti i Partisë Demokratike u pa në primare dhe si parti, si subjekt, nërsa si kryesia ata s'kan leje të mendojnë. Nuk kanë leje të mendojnë, gjanëm s'kan as mendim për jashto Sali Berishës. Pyetja e parë që duhet të shtrohet Sali Berishës është: a ka vërtet dëshirë Sali Berisha ta fitojë Bashkinë e Tiranës? Sepse nga fakte që kanë ardhur deri më sot, jo vetëm Bashkinë e Tiranës, që gjithmonë ka pas kandidat me përjashtim të Lulzim Bashës që dëshëroj ta fitonte vetë, ndërkohë që nuk ndodhi e njëjta gjë me Sokolov Daçin në 2007. Berisha nuk ka dash të ketë një dysh të fortë, as në parti, as në Bashkinë e Tiranës, madje as në Bashkinë e Shkodrës apo Durrësit apo në bashkitë të tjera. Ky është këndvështrimi. Por unë jam i prirur të besoj që në këtë moment Berisha dëshiron të fitojë këtë zgjedhje sepse do ishte një vetvrasje politike për të, në rast se do i humbte këtë zgjedhje, ose edhe nëse i humb me një rezultat të pranueshëm, pra përmirëson rezultat nga zgjedhjet e fundit vendore kur garoi Velia përballë Kılliçit. Janë 60.000 vota minus, ë? Minus, 60.000 vota. Atëherë, cila do jetë qasja e Berishës për zgjedhur një kandidat për zgjedhjet? Do jetë një qasje taktike apo një qasje strategjike? Po të flasim për qasje taktike, është pikërisht kjo që po bën deri tani. Cakton 3 persona që me përjashtim të Ali Mehmeti që ka si të thush një profil ose le të themi ka moralin, legitimitetin moral për të përzgjedhur të tjerë, mendoj që Flamur Noka dhe Belind Kılliçi nuk e kanë këtë legitimitet moral për të përzgjedhur kandidat. Madje kjo i cënohet edhe Ali Mehmetit, sepse Ilir Ali Mehmeti votoi në Këshillin Bashkiak për shkarkimin e Veliajt dhe ndërkohë tani nuk pranon të garojë, është shprehur që nuk pranon të garojë në zgjedhjet vendore. Cila do ishte strategjia që do ndjekte Berisha në përzgjedhjen e kësaj? Unë mendoj një këndvështrimi imi, sepse ai i din më mirë strategjit, por nuk i bashkëndan me kryesinë e Partisë Demokratike, se sikur se e thash, ata s'kan leje të mendojnë as të din strategjit e Berishës, do ishte
gjetja një kandidati potencial të cilit doj garantohe kandidimi me 2 rande. Çfarë do të them me 2 rande? Pra, një kandidat që t'i thuhet, unë të garantoj këtë randë zgjedhjesh, me qenë se janë zgjedhjet pjesshme, dhe në rast se ju fitoni, do jeni përsëri në zgjedhjet e 2027-ës. Ose në rast se ju edhe përmirësoni rezultat, përsëri do jeni në zgjedhjet e 2027-ës. Kësisoj çdo kandidat, edhe vetë Ali Mehmetaj, apo ju, apo dikush tjetër potencial që mund të garoj për Bashkinë e Tiranës, do hynte me dëshirën për të fituar, madje edhe mbështetësit e tij do shkonin aty me dëshirën për të fituar, ndërsa kësisoj të gjithë nuk pranojnë të kandidojnë sepse natyrshëm mendojnë që donatorët nuk do e mbështesin zgjedhjen e tyre, vetë strukturat e Partisë Demokratike apo antarësia nuk do angazhohet maksimalisht për të mbështetur zgjedhjen e tyre, dhe si të thuash nuk pranon asnjë të futet në një garë që me gjasa dihet përfundimi. Por nëse do bëjmë me 2 rando, siç e thash, normalisht ka plot mundësi që edhe mund të fitohen këto zgjedhje për shkak gjithë problemeve që kanë ndodhur në Bashkinë e Tiranës dhe që i dim tashmë, dhe shkeljes ligjit hapur. Më lejo të vazhdoj çik arsyetimin se jam në të njëjtën linjë me të dy zotrinjt këtu, por dua ta zbërthejmë pak çështjen e kandidatit. Diskutohet një kandidat për Tiranën. Pra, edhe dhëndër kur e zgjedh tjetrin, nuk do të jetë çuni i bukur. Kush është ky kandidat? Çfarë do përfaqësojë ky kandidat? Në qoftë se do të marrim tezën që duhet një jashtë politike, për mua është teza më e dëmshme, më e ndyrë që bëhet. 1. Politikën tenton ta zhvlerësoj. Ka dështu politika, neve nuk jemi tafta bëjmë këtë punë, të shohim marrim dikë. Por këtë dikë do ta marrë po politika. Patjetër. S'ka sens. Se kjo politikë që do ta marrë, kjo o do ta mbështesë ose do ta mbështesë, ajo që thot Paulini. Njësoj si ata se ti do të marrësh, pra do të marrësh armirin, për sy e faqe do ta propozoj partia X, po kjo parti do i thojë anëtarëve, lëreni qenin të ngordhi sepse 2. Në qoftë se në mënyrë paradoksale pranohet propozimi një partie nga ato që morën më pak vota në zgjedhje, pra e këtij Agron Shehajt, që ka dalë nga PD-ja se nuk është dakord me Berishën. Ka qenë deputet i PD-s deri tani. Doli nga PD-ja se është kundër Berishës, tash thotë të lidhemi me Berishën, po Berisha pranoi kushtet tona. Unë pa ndonjë simpati ose antipati nga larg them, Berisha potencialisht parti shumë më e fuqishme se sa kjo tjetra. Në qoftë se do të pranoj kushtet e këtij tjetrit, për të marrë jo një kandidat, se mund të ketë një kandidat të mirë ai dhe thotë, ju lutem, merrni kandidatin ton, këtë zotrin që ka ardhur nga Amerika e kështu, edhe t'ju japim këtë, dakord. Por ne kemi disa emra të shkëlqyer. Ku janë këta intelektualë që ne këtu jetojmë? Kuptoni se ku janë? Dhe dalim ke ky intelektuali dhe ky figura jo politike. Do të isha dakord, po, këdo. Qofse Shqipëria do të kishte një grup të fortë, njerëzish jashtë politike me kontribut. Ne nuk është se s'kemi njerëz të ditur. Nuk është se s'kemi njerëz të mençur. Për kushtet e tyre, për tregullujet e tyre se cili është mbyllur brenda guackës vet. Ka njerëz që kanë bërë libra, kanë bërë teorina, por që nuk kanë kontribut të drejtë për drejtë. Nuk janë dhe unë nuk mund të them, po marr Aulonin, megjithëse ty do të kisha marrë me qefin më të madh në atë fushat, siç e tha zotria Gebo. Por do të kisha, shiko, unë do të kisha propozuar, po nëse të kisha propozuar do të kisha djegur kushtet e Partisë Demokratike. Se ai që do të bënte atë fushat që ke bërë ti për Tiranën, do të kishte të gjithë luftën e Partisë Demokratike, sepse do bëhej faktor të rrezikonte leadershipin. Nëse ai që do të kandidojë për kryetar nuk do ta zgjidhë partia, por do të dalë ai me një program. Unë, Armir Shkurti, marr për si për që. Dhe programi duhet të jetë një gjë krejt ndryshe nga kjo që ka bërë Edi Rama dhe Erion Veliaj me Tiranën. Sepse unë e përsëris në çdo bisedë. Më mirë se Erion Veliaj dhe se Edi Rama e bën Erion Veliaj dhe Edi Rama,
Më mirë se Sali Berisha e bën vetëm Sali Berisha. Më mirë se Armir Shkurti e bën vetëm Armir Shkurti. Ndryshe, po. Ndryshe nga kjo që kanë bërë këta për Tiranën, të dalë një person, nuk kanë nevojë të jetë një filozof i madh. Të dalë me 2-3 pika. 20 kishte Trumpi mor për presidenti botës. 5, po të lutem. Erdogan, kur u bë kryetari i Bashkisë Stambollit, tha, një gjë më kërkoni. Që Stambolli rritesh sa kthej kokën, rriteshe. Ujë industrial, pra për të larë syt edhe enët, 24 orë në çdo robinet. Nëse mas 3 vjetësh nuk ka ujë 24 orë, unë iki nga politika. Mas 3 vjetësh hapin ujin dhe kishin robinet dhe kishin ujë. Çdo të thotë kjo do zgjedhim me një djalë të mirë, një kandidat mirë, dhe ata 3 emrat. Çfarë janë ata morë ata? Mund të jetë të shkëlqyeshëm, për dhëndër. Pa asnjë kontribut. Pa asnjë kontribut në Opozitarizëm. Në ide politike për menaxhimin e kryeqytetit në politik. Tjetra, në qoftë se Partia Demokratike pranon kooperativën. Pra, do të marrim gjithë bashkë, mblidhemi, edhe do të lëm kopilin njërit, është edhe mëzi se sa humbja e majt. Është edhe mëzi, sepse i bie që ne vetë s'kemi fuqi dhe ne duam ndajmë dështimin. Rreziku tjetër, i gjetjes një kandidati të shkëlqyer, më thojza, ose të shkëlqyer si djalë, është të japë një moral të fuqishëm Ogerta Manastirliut. Pra, nëse Lali 2 herë zgjodh kryetar bashkie, një herë që syri fare po do janë zgjedhje. Sot do të hyjë një djalë i mirë, ku mblidhet e gjithë opozita dhe shoqëria civile, edhe të gjithë zgjedhin këtë djalin, i cili humbet kundrejt Ogerta Manastirliut. Po jo edhe mund të fitojë, se çetan që të humbas. Po tashi kanë treguar Bacolet aty Xhajës që tha me çadër, tha dhe vra Ariun. Ka shtir dikush tjetër po fitove. Nuk ka asnjë kusht që ty të jep mundësinë e fitores. Pra duhet një kandidat që të rikuperojë. Në kushtet e sotme i dashur, ti nuk ke, më fal, nëse do të kishte dalë emri i këtij personi që thoni ju. Dhe do ta kishim vlerësuar si një person me kontribut. Se këta të 3 emrat që kanë dalë, në jetë publike dhe politike janë zero. Jam shumë dakord me atë që tha në fillim, të merremi me profilin që duhet të ketë kandidati. Siç e tha ti, profili nuk është, profili është alternativa që në fund fare ky elektorat se bëhen llogari në për tavolina, sikur njerëzit janë patate. Kaq mi vota kishte ky. Kaq mi kanë këta gjithë bashk, nuk janë patate votat. Unë që kam votuar për Aulonin, nesër nuk votoj për Aulonin, votoj për tjetrin. Do thotë Xhefar. Bravo. Dhe nuk bën hesabet pa Anxhin. Nuk bën hesabet pa rikarikuar strukturat, pa rikarikuar elektoratin, pa i dhënë shpresën elektoratit, pa i dhënë alternativë. Dhe do të hyrë me bindjen, jo do fitojmë Bashkinë e Tiranës. As të matit. Ne do fitojmë Partinë Demokratike. Partinë e legalitetit, Partinë e tjetrit, dhe mbasi këta të kenë hyrë me këtë, mbasi të kenë thënë elektoratit të tyre që ne kemi, atëre mund të bëjmë edhe eksperimente. E para. E dyta, kemi bërë llogarinë e ky që hyn. Natyrisht që hyn me pak shanse, nuk po them me 0, dakord, po i respektoj ju, unë për vetë jam them me 0. Kuptoj, jep mendimin. Me 0. Po, secili ka mendimin e vet. Por nëse ti do hysh me shans 2%, 5%, 10%, po do bësh një pazar vetjak, zoti. Patjetër. Sepse politika është interes. Le të themi ne punoj për kombin, punoj për adheu, punoj. Jo, është interes politika. Dhe unë vërtet mund ta djeg fytyrë, jo do ta djeg, do të marrësh koston e humbsit. Riskun, po. Por në këmbim të. Në këmbim të. Cila është kjo tëre që do të ofroj kjo opozit që do marrësh? Dhe çfarë do mbjellësh sot për të vazhduar nesër? Çfarë do të thuash elektoratit për rezultatin? Çfarë do të thuash elektoratit kur ky të ka thënë Sali Berisha është tiran, ai tjetër ka thënë diktator, gjakatar, pastaj do mblidhni bashk, do i harroni të gjitha këto dhe të gjithë bashkë do të nxjerrin një figurë që është jashtë politike. Kjo është pyetja, pra këtu do ta sjell. Zoti Axham, jo kam pyetje te kjo pikë. Tani, për disa nga Partia Demokratike ju tha që janë patëricat e Diramës para zgjedhjeve të 11 majit, sepse nuk arritën të bashkoheshin dot me PD-n në një koalicion të gjerë. Sot i kemi bashkë këto parti. Tani po e heqim këtë. Pavarësisht se s'duhet të heq. Jo, kam pyetje për ty.
Kemi partitë ekstremit majt në Shqipëri, e cila është partia e Lëvizja Bashk, që thotë se po ti takosh, nuk du më bashkojmë me asnjë. Tani një nga eksponentët më të lartë Partisë Demokratike doli dhe i ftoi dhe tha që t'jemi bashkëta për Bashkimin e Tiranës. Se tani duhet me kuptu dhe qëllimin atyre. Ata mund mos duan me fitu Bashkimin e Tiranës, mund duan bëjnë lojën e Edi Ramës, nuk ka rëndësi. Fal 2011 Lul Basha me ekstremin e majt fitoi me Shnimi Miloshi. Po pse stohet që Edi Rama mundoi të bëjë lojën e krau tjetër. Po pra, jo, pyetja ime për ty. Mund ta lej Bashkinë e Tiranës. Pyetja ime për ty është kjo. Mund ta lej, mund t'ja marrë. Si ndjeni juve si një parti më e vjetër se Partia Demokratike, apo jeni parti sa vjeçare? 100 vjeçare, triumfi i legalitetit ka 100 vjet, 24 festuam si vjet. 100 vjet para ca kohësh, kur te ju ftohet Partia Komuniste, parimisht. Jo te ju, flas në koalicionin e gjerë. Keni një qëndrim për këtë? Pastaj ata dalin dhe thonë nuk duam të bashkohemi. Pastaj PD-ja del thotë, shiko, janë të ftuar gjithë përveç këtyre. Pra, janë këto autogole, si shikoni këto? Në raport me elektoratin flasun se palca e djathtë është persekutuarit, antikomunistët, 1, 2, 3, 4, 5. Më e rëndësishme për ne është personi që do të kandidojë. Ky person duhet të jetë i djathtë, konservator, antikomunismusisht, nacionalist, i moderuar dhe të ketë profilin e asaj të cilin e boshtit filozofik të Partisë Lëvizje e Legalitetit. Nëse ky kandidat, ky person do të kishte këto profil që sapo e diskutuan dhe në tërjes, ti mendon që fitohet Bashkia e Tiranës? Absolutisht po. Mund fitohet. Bashkia e Tiranës edhe mund fitohet, pse jo dhe ndonjë bashki tjetër nga këto 6 bashki që janë. Por duhet një strategji, është koha shumë e shkurtër. Më shumë kush ka shanse nga këto 6 bashki, që duhet jemi pak realist. Matë të Tiranë, Pra këto. Po, pastaj është Vlora, dihet është edhe Berati dhe Tepelena. Edhe Tepelena. Po. Edhe Tepelena kemi fitu me Malien, Tepelena tani nuk dihet se kush do të jetë kandidat. Po, pra. Përvaret kush do jetë drejtuesi politik atje. Tepelen dihet kush do ta udhëheqë fushatën në Tepelen, por e përsëri është e mundshme për fituar. Për mendimin tim duhet të bashkojmë gjithë forcat, tepër e vështirë. Nëse ne do marrim goditje dhe këtë radhë në 6 bashki do të dalim të humbur, do të thotë që kemi ikur edhe një hap prapa, gjithë elektorati janë do të jetë tepër i gënjur dhe i zgënjur. Do të demotivohet. E ke zgjedhjet brenda vitit, pothuajse 16 muaj janë zgjedhjet e përgjithshme në një bashki. Është ai që tha parafolsi që ai kandidat që do kandidojë këto zgjedhje nëse do humbas, zgjedhjet e tjera nuk do të shkojnë menja për të kandiduar, do demotivon kandidatët e tjerë. Do krijohet ai psikologji që është edhe sot që nuk fitohet me këtë. Ke një ligj një kod elektoral, një ligj administrativ që i ka ndarë bashkit, që edhe kjo duhet të jetë një nismë e opozitës parlamentare për të ndryshuar ndarjen administrative. Ndarja administrative është e atill që rreth 37 bashkie, nuk e di eksakt, i ka formatuar ai që i fiton e majta, duke pasur parasysh statistikat e votuesve të majt. Dhe opozita në 2014, Partia Demokratike me opozitën nuk mori pjesë në reforma administrative që është një diçka jo e mirë. Do bëj reforma i dëni, e ka bëj komisioni gati. Do jetë Arbi Mazniku. Partia Demokratike, koalicioni opozitar duhet jetë shumë imponues ndaq të reforma zgjedhore, që është reforma më bajate, më e poshtër, më antidemokratike që ekziston sot, dhe tek ndarja administrative që është bërë pa pjesëmarrjen e opozitës dhe e ka bërë siç ka dashur Edi Rama për të fituar bashkitë. Nëse Partia Demokratike tek këto 2 reforma do jetë përsëri indiferente, do jetë përsëri bashkëpunues aty ku i ka interesuar të dy palëve, në dëm të partive dhe subjektive të tjera politike, këtu nuk ka shpresë për politik bërje, për pluralizëm, për demokraci. Dhmer, tani jemi të para një fakti që me datë 9 nëntor janë zgjedhje. Tani, a janë zgjedhje kushtetuese apo jo? Këtë do të vendosë gjykata kushtetuese, kjo s'ka rëndësi. Në këto kushte të palishmërisë, po e marrim nga njëra anë e medaljes, a mendon që një opsion i opozitës është që mos futet fare në zgjedhje? Jo, absolutisht jo. Pra, opozita duhet të marrë pjesë në zgjedhje, sepse po mos të hyjë në zgjedhje, i lanë tavolinë të zgjedhje. Pra, opozita duhet garojë, sa herë të ketë zgjedhje të garojë. Nuk duhet të ketë frikë nga zgjedhjet. Pra, ne po flasim për kryeqytete, po janë edhe bashkitë e tjera. Patjetër. Sot nuk përflitet asnjë kandidat nga radhët e opozitës në bashkinë e Beratit, Tepelenës, Vlorës, Cerrikut po ashtu, Matit. Pra nuk dihet kush do jetë kandidat, kur do dalë. Pra një ditë para mbylljes së publikimit të kandidatëve zyrtar.
Pra si do karikohen strukturat, njerëzit, organizimi, kush janë drejtuesit teknik, pra çfarë rezultati është marrë në qarkun e Gjirokastrës, se është bashkiet e Pelenës, po çfarë rezultati është marrë? Është përminus. Pra, nëse ti vazhdon po me të njëjtin drejtues, si do marrësh fitore? Pra, unë e shikoj dhe i qëndroj kësaj ides time, mund të jem gabim, që me bashkimin edhe me forcat e reja politike, do vendosen kandidat, mendoj unë, edhe pse nuk kam emra konkret, po kam indicje, në disa bashkit vendit, do ketë kandidat nga forcat e reja politike. Dhe këto thjesht do legjitimoj justifikimin e radhës, që shiko dhe këta të rinjt nuk fituan dot, ne i ftuan, po nuk marrin vota, për ta lehtësuar deri diku Partinë Demokratike nga humbja. Sepse shumë e drejtë ajo që tha zotja Xhami, imagjino në datën 10 të marrësh asnjë bashki ose dalësh me 0 mandate të fituara nga këto zgjedhjet për kryetarët e bashkive. Do ishte një vetvrasje për partinë më të madhe opozitare në vend. Dhe justifikimi do jetë shoqëria civile, kandidat nga partitë e reja dhe do harrohet edhe kjo. Pra, absolutisht ne duhet i kishim sot emrat e kandidatit të Partisë Demokratike në Berat, që qytetarët atje ta dinë. Do të kishte filluar. Pra do të kishte pak të diskutime, nëse ka diskutime. Pyesni çdo zyrtar në Partinë Demokratike ose dhe analist pranë Partisë Demokratike, gazetar, të thonë emrat e 5 kandidatëve në bashkitë e tjera. Zero. Zoti Paplegaj, ke ndërhyrje se kam pyetje prandaj. Po. Pyetja është e tillë. Pra, në këto kushte palishmërie të një puçi kushtetues për mendimin tim nga ana e Presidentit të Republikës, unë nuk jam jurist, po e konsultova me njerëz saktum. Këto zgjedhje mund të shpallen edhe të palishme, në një moment dytë nga gjykata kushtetuese. Në këto kushte, Partia Demokratike mund ta ketë si opsion që mos hyj fare në zgjedhje, duke justifikuar me këtë gjë, Si e shikoni juve? Shiko, Partia Demokratike është shpeshherë vërtet e paqartë në aksionin e vet politik. Po të marrim edhe rastin konkret. Bashkimi I votave në Këshillin Bashkiak nga ana e Partisë Demokratike me pozitën ose direkt me Këshillën urdhës e Tiranës, duke vendosur, duke thyer standardin që ishte vendosur një precedent për vetë kryetarin e Partisë Demokratike, sepse vetë Berisha mungoj më tepër se sa 3 muaj në parlament, dhe kryetaria e parlamentit vendosi që mungesa është e arsyeshme. Pikërisht këtë standard e thyen këshilltarët e Partisë Demokratike, duke bashkuar votat me këshilltarët e Partisë Socialiste dhe duke vendosur, duke I propozuar Këshillit Ministrave shkarkimin e Erion Velis dhe duke u bë pjesë e kësaj shkelje kushtetuese, se mbas ankimit të zotit Veliaj, duke pas parasysh nenin 115 kushtetutës dhe nenin 62 të vetë qeverisjes vendore, duket hapur, është hapur që vendimi, dekreti I presidentit është në kundërshtim me ligjin. Dhe për këtë arsye, Partia Demokratike pa dashje pra u bë pjesë e kësaj, ndërkohë që tani dalin të kundërshtojnë dekretin e presidentit. Ti thun nuk kanë moral për të kundërshtuar dekretin. Në këtë moment ata nuk kanë moral. Qartë. Por nga ana tjetër, çdo lloj zgjedhje që duhet bërë, Partia Demokratike duhet marrin pjesë në dhe ideja ime është që të marrin vetëm me një kandidat politik të Partisë Demokratike. Shiko, unë jam rritur në Partinë Demokratike, vin nga një shtresë e djathtë. Imagjinoje, unë dhe shumë miqtë e mi, që nuk kemi marrë asnjëherë atë çka kemi merituar aty. Imagjinoje se si ndihem sot, kur thirret Agron Shehaj, jo për ndonjë cilësi të veçantë, apo si politikan, por thjesht si një biznesmen, dhe na serviri kryetari I Partisë Demokratike Lulzim Basha si një prurje tre që I është lutur me kohë dhe shqyr zotit që pranoj. Vjen, merr mandate në listat mbytura dhe një ditë bukur vendos largohet. Një ditë bukur që Berisha I thot, mos u largo, do jesh kandidat potencial për Bashkinë e Tiranës, nuk pranon. Dhe sot I vendos kushte
Partisë Demokratike dhe në mënyrë të veçantë Sali Berishës. Ai që dolin nga rreshti dhe që në gjykimin tim çfarë do lloj kandidati që të nxjerr Agron Shehaj nuk merr më as 2000 vota në Tiranë. Vetëm po doli vetë Agron Shehaj, po ai ka para, është biznesmen i fuqishëm, siç e konsideroi edhe zgjedhjet e fundit si një shoqëri aksionere, ka vepruar jo si një formacion politik, por të gjithë antarësinë e kishte si të punësuar aty, si një shoqëri aksionere që doli duke kritikuar opozitën dhe kishte të drejtë për të kritikuar dhe populli e votui. E njëjta gjë ndodh edhe me formacionin tjetër politik që është ftuar te Adriatik Lapajt. Dhe çka është më e keqja? Të gjitha këto formacione politike kanë vetëm nga një emër. Pra vetëm një emër njohim ne. Partia Lapajt, partia e Agron Shehajt, për të mos thënë edhe partitë e vjetra që kanë qenë, gjitha me emra njohim. Këto vinë gjitha, përfitojnë, shike listën e mbyllur të Partisë Demokratike. Gjithë nga partitë aleate janë aty. 1900 vota ka marrë partia e Shpëtimit Drizit, se duhet të them Shpëtimi Drizit, se s'mund të them e Çambe, se nuk është e Çambe, është partia Shpëtimit Drizit dhe Mesila Dodës. Me 1900 vota tani del nga grupi parlamentar për t'i shërbyer Ramës. Të njëjtën gjë po bën edhe Agron Shehaj. Lëvizja e tij është mirë filli për t'i shërbyer Ramës, sepse e shef në një lloj ngërçi Partinë Demokratike dhe si të dorëzuar. Dhe kjo unë nuk e di se kur do dalë Berisha të shpreh strategjinë e vet. Dhe të thotë, po jam për një kandidat politik, do të caktoj unë kandidatin politik, qoftë edhe duke garuar vetë në fund ditës. Dhe të mos i lej demokratët në këtë Po më zoti, po duhet kesh një gjë parasysh se këto partit jashtë Partisë Demokratike kanë marrë 200.000 vota. Po mos t'ishte ai kodi, se ju e dini më mirë që jeni dhe jurist, se si u bë, do t'ishin rreth 15 deri 20 deputet nga këto partitë e tjera, dhe si Partia Socialiste dhe Partia Demokratike të gjitha janë ftuar. Të lutem. Të lutem, janë ftuar. Jo, njëse si janë ftuar. Janë ftuar. Po flas, po e kam diku tjetër. Partit aleate që pretendon Partia Demokratike për t'i futur tek ky koalicion, për të marrë bashkinë, në zgjedhjet parlamentare që janë shumë më të vështira se sa zgjedhjet lokale, kanë marrë afërsisht 200.000 vota. Unë kam qenë Partia Lëvizje e Legalitetit ka qenë koalicion me Partinë Demokratike. Po flas për partitë të cilat nuk kanë qenë koalicion me Partinë Demokratike. Këto parti kanë marrë rreth 200.000 vota, po ti përllogarisësh, dhe janë penalizuar nga kodi për turp i kodit dhe atyre që kanë bërë kod, me 70.000 vota ka marrë një deputet. Me 80.000 vota e marrë 2 mandate. A e dini ju zotri jurist që me 100.000 vota mund të marrë një subjekt politik sot dhe me këtë kod zgjedhor mund mos i përkthehet në asnjë mandat? Nëse këto 100.000 vota do të jenë nëse nuk janë përqendruar. Domethënë numri i votave shumë i madh. Okej, do të shkojmë mirë do të ishte që të bëhet një aksion i përbashkët. Për sa i përket kandidatit, për mua ka rëndësi formati i kandidatit të jetë i formatit të tillë si politik, po kur themi politik ka dhe diçka tjetër, jo politik në rangun e atyre që janë bërë njëllos nga politika, jo në rangun e atyre që kanë qenë ministra dhe janë njëllosur, jo në rangun e atyre që kanë... Nuk e dëshiron këtë, të lutem. Po, edhe të persona që diskuton pak a shumë dje që X ka këtë profil të djatë apo të marë. Partia Demokratike... Nuk ka të partije në shta, po dje që... Partia Demokratike e ka provuar me Halim Kosovën, një personalitet i jashtëzakonshëm që e një... Unë ju uroj sukses se çdo partije tjetër, po Partia Demokratike... Unë ju uroj sukses se çdo Partisë Demokratike, çdo partije tjetër opozitare të djathtë, ju uroj sukses, por në këto kushte, nëse do të dilte e vetme në zgjedhjet lokale të Tiranës në këto bashki, po mirë më zotri, gjithmonë ju partitë e vogla do futeni për të përfituar nga Partia Demokratike, po një herë nuk po ja leni, nuk po ja leni. Ja kemi lënë 35 vjet, pra po ja lënë. Ja kemi lënë zotri, ja kemi lënë 35 vjet. Dhe pra po themi do jemi bashkë me juve, po të gjejmë një kandidat të përbashkët konsensual, qoftë politik ose jo politik, s'po kërkojmë gjë tjetër. Do shkojmë në hapësirë publicitare, i kthehemi për pjesën e tretë të emisionit. Jemi rikthyer sërish së bashku, nderuar miq, Armir, në vazhdim e diskutimeve që po bën dhe zoti Axhami dhe Paplekaj, kishe një ndërhyrje atë. Po gjatë gjithë kohës argumenti është shumë i gjerë dhe unë mendoj që ne mund ta gëzim duke dhënë faqe të ndryshme. Bravo. Partia Demokratike vendosi një standard
para 2 vjetësh me ato primaret. Dhe unë mendoj, ndoshta përjashto Tiranën, po bashkitë e tjera kishte kohën dhe mundësinë, sepse ata kandidatët kryetarët e bashkisë ikën dhe u bën Kandidat për deputet. Kandidat për deputet. Dhe kishin prillin, okej, po ishte zonë partia në prill me këtë punë, ama në maj, strukturat e partive, Berat, Corik, Matët e tjera, duhet kishin qenë në diskutim dhe të kishin zhvilluar nxjerrjen e kandidatëve. Dhe kandidatët e përsëris nuk e di ndoshta s'ka ardhur koha në Shqipëri. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Donald Trump nuk është burri më i mirë që ka Amerika. S'është hiç burri i mirë. Po është administrator i shkëlqyeshëm dhe politikan i suksesshëm. Ne nuk duhet kërkojmë burra të mirë, sepse atë një nga fjalët po ja marrë Edi Ramës, po dhe e ka të vjedhur, Moçal. Nuk është opozita, Moçal është gjithë politika. Dhe kush ka hyrë, ka i cifël llumin politikën shqiptare. Nuk mund të kesh shpëtu ti. Ti ke bë fushat. Fushatën tante dikur të ka ardhi gangster të ka hedhur dorën në qafë. Dikush ka bëj fushat, ama me që ja bën Ben Blushin të qak. Ashtu. Po diku njëri këtu, njëri atje, ne nuk duhet kërkojmë njerëz të pastër të kullum. Ne duhet kërkojmë njerëz që kanë 1 iniciativë, 2 integritet, 3 të marrin përsipër atë detyrë që kërkon momenti. Në Mat po, të përpiqet fitoj Bashkinë e Matit. Po në Tiranë mos përpiqet fitoj Tiranën mos zotri. Tiranë përpiqet bëjë 2 gjëra. Të certifikojë vjedhjet dhe manipulim, se fjala vjedhje e votës është marrë kështu sikur futet dora në xhep dhe merr, sikur vota vjedhet të dielën darkë. Jo. Vota vjedhet 2 muaj para, 2 vjet para vjedhet vota. Që të kapja personave, shantazhi, leku, gjithçka, dhe ditën e votimit ai e di, po shkon në Armiri me grup për krau, të hedhë vota për kandidatin, e ka qepur, e vërtetojmë dot ne që nuk jemi pjesë e kësaj gjë këtë gjë, dhe a mundet mobilizohet gjithë jo Rama në këtë gjë. Qofse do ta kishte Partia Demokratike. 2, të kishte vazhduar standardin. Se u bë me Ali Mehmetin dhe me Belind Kliçin, dhe nëse sot zoti Papleka thot Ilir Ali Mehmeti ka moralin thot të jetë kingmaker, nuk është mendim intuitiv se ai është jurist. Ai është pjesë e strukturave të Partisë Demokratike. Në Partitë Demokratike kur hyn listat e hapura gjitha pse s'futën Ilirin. Pse? Sepse Iliri kishte treguar integritet në një garë brenda partisë, mori më pak vota se ai tjetri dhe tha, vëllai, s'do bëj luftë me shpata me shokun tim. Këtë dashkan demokratë më shumë, po tërhiqem s'po konsumoj partinë. Vazhdoi, kontriboi. Dhe është ky që është Ilir Ali Mehmeti. U bën primare të Partisë Demokratike për kandidat për deputet. Talli e madhe. Mas primareve, nxori kryetari firmën e tha, ti tha çuni mirë, tha, të kam thënë një herë, po ti s'do të jesh, do të jetë ky, do të jetë ai. Edhe u bën ato lista, të cilat futën një përçarje të tmerrshme në Partinë Demokratike. Erdhi shumë bukur zoti Axhami, vetëm një gjë që kandidatët e listave të mbyllura jo vetëm s'dolën teren, po ata që dolën teren punuan në mënyrë preferenciale. Në vend të ishin imparcial, mblidhin vota për partinë, nuk po them që patin nga ata që i dhan vota krau tjetër. Që ka, edhe janë denoncuar. Por që ka vadur, ka thënë këtij zotris, mos ja jep Paulinit, jepi Aulonit. Sakt fare. Dhe kjo gjë ka krijuar përçarje të tmerrshme brenda partisë. Dhe partia është me plak që rrjedhin gjak akoma sot. Kështu po hyn. Ndoshta ky është një nga motivet që nuk po bëhen primaret, po përzohet një standard. E bëri Partia Demokratike në 2 zgjedhje, mirë keq nuk ka rëndësi, urxua ky standard. Tash po diskutohet Partia Demokratike peng i agroshehit. Peng i ku diun partive të tjera. Do të thotë që në elektorat në vend që këto zgjedhje të paktën të rriste pak moralin dhe organizimin, po bjerret më shumë. Po shkon në këtë zgjedhje e dorëzuar, duke thënë çfarë bëjmë ne tash? Do zoti po mlidhemi bashk, edhe po i themi elektoratit prapë që jo fitojmë, kemi mundësi. Zero ka mundësi. Zero. Jetën time e lektu. Pse? Edhe për shkakun që thot Berisha që Rama e ka kapur sistemin dhe i merr votat, pra edhe sikur shkojnë shqiptarët votojnë për Edi Ramën, për Sali Berishën, do t'i marrë Edi Rama. Por dhe për faktin tjetër se janë pa motivuar votuesit. Një pjesë e madhe thonë nuk do shkojnë votim fare. Dhe pse do shkojnë votim? Të pa motivuar për një gjë që është e përkohshme. Pse do
ti më zotëri se ti e kandidat. Nëse duhet bëj kryetari i Bashkisë Tiranës, e merr dorëzim të Bashkinë e Tiranës me i këshill bashkia që është shumicë socialist? Se merr. Edhe po e fitove, çfarë do bësh? Se nuk bëhen zgjedhje edhe për këshillin bashkiak. Jo. Këshilli bashkiak do të jetë ky. Ai është kështu. Atëherë, pra, duheshin të paktën rrit standardet. Mos të rritur standardet. Të paktën të dalim, se kemi kohë akoma, të dali opozita, kush të dojë nga partitë, qoftë dhe partitë e vogla, të dalim me një program ndryshe, jo të mbjellin fiqe, të mbjellin hardhin në Tiranë, me idiotësira. Me një program, Tirana po shpopullohet, në Tiranë po mytet shtresa mesme. Vlla jam për shkepjen e korsive të bicikletave, rikthimin e parkingjeve në për trotuaret e Tiranës. Sepse kapitalizmi është makinë dhe është liri. Po them, një nga pika. Shket një burë, po dali me guxim. Ta thoj këtë gjë. Kjo është Stresi gjallë. Po, të artikuloj. Po, Paulin. Pikërisht është ajo që thash më përpara. Berisha ka zgjedhur një qasje taktike që në këndvështrimin tim duhet kishte një qasje strategjike. Pikërisht për shkak të bjerrjes të shumë të moralit brenda Partisë Demokratike në zgjedhjet e fundit parlamentare, me caktimin e asaj liste të mbytur, që sot janë të pa zotët dhe nuk marrin dot kurajon të bëjnë një analizë për zgjedhjet, atëherë duhet dalin mbi veten me një strategji për të caktuar një kandidat politik me vendim të tij personal, siç i ka bërë gjithmonë, por tashmë ta bëj hapur dhe të mos thojë e kam me vendim të tjerëve, ku ti garantoj garë në 2 raunde. Unë nuk jam dakord me Armiren që thotë është e pamundur, ka 0 shanse për të fituar. Mbase nuk ka shanse për të fituar, mbase unë besoj që ka. Por ama për të përmirësuar rezultatin në krahasim me zgjedhjet ndërmjet Veliajt dhe Këlliçit, unë besoj që ka shanse. Sepse sot ai kryetar bashkie dhe ajo administrat që e Bashkisë Tiranës kanë bërë gjithë këto shkelje ligjore dhe shumica janë në proces gjyqësor përpara SPAK-ut dhe GKK-s. Krejt ai rrjet patronazhistës nuk janë më efektiv sepse të gjithë menaxhoheshin vetëm nga Erion Veliaj. Rrjeti patronazhistëve në Tiranë dhe është absolutisht filozofia e Erion Veliaj që më së pari e ka futur në Tiranë dhe e ka. Dhe t'jap edhe një shembull tjetër. Pse duhet pranoj dikush në zgjedhje të pjesshme në rast se nuk i garanton edhe raundin e dytë të 2027-s? Ne kemi rastin e Bardhspahije, kur Kush ta garantoi këtë? Më fal, kryetari i partisë. Do të the vetëm një batut që ka thënë i Shkodrani për ndjekur politik. 2 herë kam gabuar në jetë tha. I herë kur e disha që Rita Marko agru, i herë kur e disha që Sali Berisha aburr. Ka njerëz edhe këtu që i kanë rrejt Sali Berisha. Edhe që s'ja ka garantuar atë. Ma le mos ta hapet tash. E pra s'ka garanci politik. E pra. Në politikën ndodhen. Ka biznes politik. Ai është burr, është personalitet. Ore ti e njeh për burrun, e njoh edhe për pjesën që në burrinë vet ka çedu për interesa. Po sigurisht në politikë ndodhen këto. E pra ndodhin për atë më thuj. Edhe nuk ta garanton dot ai. Unë isha më kritik se sa ti, por nuk zbrita në këto nivele. Po unë zbresa nuk e kam me ty unë. Shiko, ti nuk je më kritik se unë jam se ti je pjesë e Partisë Demokratike. Unë jam më kritik se ty dhe jam më i sinqert se ty. Ty do du fort, bravo, ty do du fort, unë e kam me shikuesi, nuk e kam me ty. Dhe unë, mua më dhem situata e Tiranës më fort se ty, se ti e di e kam paguar më shtrenjtë se ty. Edhe më dhem Partia Demokratike më fort se ty, se jam më i vjetër se ty, edhe jam themelus familjarisht i Partisë Demokratike, pa marrë nga Partia Demokratike, pa marrë asë kënaqësi morale. Në 97-ën që thotë ai zotria, mamaja ime ka qenë komisionere PD-s, pa interes. 97-ën, dhe ne kishim posteret dhe kandidatës PD-s. Prandaj më dhe mu PD-ja, se ne kemi shku me uvra për Partinë Demokratike. Dhe një detyrë që i kemi ne të paktën themelusit, një detyrë që i kemi ne qytetarët shqiptarëve është jemi të sinqert. Mos me i rreth shqiptarët me i thonë, ka një shans Partia Demokratike, ka minus shanse opozita e bashkuar Partia Demokratike, shoqëria civile. Sot. Absolutisht që ka. Në kushtet sot, 40 ditë, atëre,
o ti, o unë nuk del më në televizor. E vem këtë bas, apo si pra, apo kje burnim pra, thuj, jo zotri, ka me ka shans do të... Parli e të shumë, po them, në qofë se ka një shans, opozita u zdalë mon, jo ke aulore bas në televizor. Unë them nëse veprohet kështu... Po, jo më në qofë se Haro do kishte vëth, do ishte gjaj. Nëse veprohet si pas këndvështrimit... Po pra, nuk veprohet, pra, se ky këndvështrim është Sali Berisha, netit 4 muaj mas zgjedhjeve, pa po analizën që thonë këta. Po, dhe analiza tha, unë nuk iki tha nga Partia Demokratike, sepse ky vithe. Ndërkohë që diti që ky do vithe. Unë do rritha, edhe do bëj, dhe pritet që do bëj, merreshe me loste me trenin bulgar. Nëzorin 100 raste të trenit bulgar, ndërkohë që nuk humbur për 200 ka humbur ky zotnia. Unë e kam shtruar pyetjen që në fillim. Po çat ka ndryshuar më Paulin, nga humbja e Edi Ramës që bëri katastrofë elektorale, ka marrë 83 mandate, s'kishte po vaki. Çfarë ka ndryshuar në favor të Partisë Demokratike që themi demokratëve? Moralisht është shkërmoq pala tjetër. Kur more? Pala tjetër shkërmoqur, po pala tjetër është konsoliduar, pala tjetër ka nxjerrë fytyra të reja. Çfarë? Konsolidim nëpërmjet burgut thotë. Si nëpërmjet burgut më Po gjithë administrata e bashkisë dhe kryetari janë në burg dhe pas kanë të moralin ata të na kërkojnë. Kanë nxjerrë të tjerë më shok. Ti kërkojnë votën. Të kanë nxjerrë të tjerë më vlla. Po, Armier tani lutem, nuk është kjo argumenti. Po cili është argumenti? Nuk hyn 6 muaj në burg, nuk hyn 3 muaj, jo 6. Maj, qershor, korrik, gusht nuk kanë hyrë në burg. Në burg kanë hyrë përpara. Dhe burgu e Tirana thot, po thot, ne bën një reformë drejtësie, një armë që qëllon 360 gradë. Na qëllon dhe ne. Kush ka, unë vetëm një djalë kam, thot që e ma ka leqaf, thot, tjerët e ti kapi. Dhe Edi Rama thot, reforma që bërë unë, po pastron pushtetin tim. Çfarë ka bërë opozita dhe në të tjerët? Çfarë bën ne nga 11 maj e sot? Çfarë faj thamë ne, mo kemi këtë faj, thamë neve që, o zotri, ne punum keq me listat e mbyllura. Se unë kam qenë pjesë e fushatës Partisë Demokratike. Kam qenë pjesë, edhe kam parë gjitha këto gjëra. Çfarë dolëm ne dhe thamë, ky këtu ka ardhur dhe ka bërë fushat kundër meje. Po me thamë, jo. Fat, u mbyllim gjitha dhe ne themi tash, me këtë kak të madhe, ne do hyjmë dhe do fitojmë kundër këtij. Po si më vëlla? Kush bëni fushat kundra? Janë pikërisht ata që ishin në listën e mbyllur. Dakor, po këta që dalin sot do bëjnë negociatat. Tani ata të dalin dhe të thonë ne kemi ndihmuar Aulonin apo kemi ndihmuar shpëtimin, se ata e kanë bërë këtë fushat. Jo, do dilte partia në datën, shiko, datën 15 maj do dilte Partia Demokratike dhe thoronte në përstrukturët botë analizën. Pastaj, në datën 16 maj do dilte Partia Demokratike në Berat, në Mat, në Cërik, në Tiranë në fund fare, se edhe në Tiranë dihesh që do ndodhte kjo. Mbase se shkon kush mbledh me bas analizë. Nëse nuk shkon te kush mbledh, si po i themi ne që do fitojmë? Kë po gënjem? Tu ka një problem shumë të madh, sepse Partia Socialiste e ka filluar fushatën edhe në kryeqytet. Ka vendosur zvenc kryeministrin drejtuese politike të Tiranës. Ndërkohë që Partia Demokratike dhe opozita e bashkuar nuk dihet kush është drejtuesi sot që flasim. Ka filluar fushata në Tiranë. Ndërkohë që negociatorët, drejtuesit e Partisë Demokratike, një pjesë, bëjnë takime, le të themi ditët të ecin, në për hotelet e Tiranës. Por se kam thirrë akoma këtë zotëni, pra, është parti koalicioni. Është pjesë e koalicionit, nuk është njoftuar. Më shpejt. Pra, po, ideja është e tillë. Po. Përballë zonjës Balluku, që është personi në këndvështrimin tim numër 2 tek Partia Socialiste. Unë e di shumë mirë. Ajo makineri që ishte në Fier, që e shkërmoqi Partinë Demokratike, që e çoi bashkë me LSI-n nga 7 mandate në 4 mandate, ka ardhur e gjitha sot në Tiranë dhe ka filluar nga puna. Pra, numri 2 Partisë Socialiste nuk tha unë mora 12 mandate por rri në Fier dhe nuk merrem unë kam punë me Fierin, po erdhi po bën fushat. Ku është sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, numri 2? Pse nuk merr përgjegjësinë të marrë fushatën ose edhe persona të tjerë, se kam me person konkret. Pra duhet marrë përgjegjësi politike. Pra duhet dikush nga edhe lista e mbyllur. Pra pse koti e sekretari i përgjithshëm, koti e drejtues në një departament ose në X gjë, në një parti. Ti je pikërisht sepse mendon se ke vota, mendon se frymëzon militantët e tu, partinë tënde, por mbi të gjitha mund të frymëzosh edhe elektoratin ngri. Se si mund ta çosh një të ri sot nga divani ti, dvit votoj për Partinë Demokratike ose një kandidat opozitës, kur ti vazhdon po me të njëjtën politik që humbe në 11 maj. Pra ti po shkon luftë me të njëjtën mënyrë, pra që shkove 11 maj dhe për këtë arsye, duke parë këto faktor, probabiliteti dhe mundësia logjike që ti të fitosh Bashkinë e Tiranës në këtë lloj forme, mua më duket jashtëzakonisht shumë e vështirë.
Unë shpresoj shumë që të ketë një rotacion, pra të ketë një frymë ndryshimi. Më flas si një qytetar, si një i ri në këtë vend. Pra, është lokomotiva e ekonomisë. Ne sot kemi shpopullim të fshatrave të Tiranës. Jo më larg se dje po më thoshin në Prez nuk kishte më të rinj. Nuk ka, sepse është fokusuar e gjithë ekonomia në Tiranë. Kush nga kandidatët ka dalë që do mbështesi zona, le të themi, provinciale në Tiranë ose fshatrat, që t'i bëjë dhe zonat lira ekonomike, që t'i hapin bizneset atje. Po ikin mo njerëzit. Pra pse duhet një i ri të votoj, pra të merret me këto sherret që bëhen në studio televizive, ndërkohë që cilësia e jetës tij nga kandidati që do votoj, po do jetë një lloj, mos të më keq. Dhe për këtë arsye nuk frymëzohet në këtë lloj forme. Pra duhet gjetur një metodë ose edhe një kandidat që të frymëzojë përveç brenda partisë, por edhe elektoratin ngri. Se ne po flasim, marrim statistika ata që dalin të votojnë, por janë shumë më shumë ata që na ndëshkojnë e të gjithëve që jemi pjesë e politikës me mos dalin e tyre me votë. Sepse ai që nuk del, nuk e do Partinë Socialist, por ama nuk do dhe opozitën, nuk do dhe kandidatët sepse ti nuk i frymëzon. Dhe në momentin që ti nuk i frymëzon, ai preferon të rrihet i shtrirë në divan me telekomandë në dorë. Dhe nuk dënjon të na votojë dhe me të drejtën e tij të plot. Dhe këtë duhet ta bëjë opozita, jo qeveria. Se qeveria është në komoditet, ka çdo pushtet, ka administratën, ka çdo gjë të mundur. Opozita duhet dalin ndryshe. Partitë e reja duhet dalin ndryshe. Çfarë treguan? Po janë një lloj si kjo klasë politike. Pra, rezultatet sot flasin. Nuk është tregus vota që është marrë në 11 maj, se ne bëjmë një gabim në kalkulim. Zgjedhjet lokale kanë tjetër specifik, sepse në 11 maj ato vota që janë marrë për qarkun e Tiranës nga partitë e vogla, janë marrë edhe në Kavaj, janë marrë edhe në qytetet tjera, janë marrë në gjithë qarkun, Rogozhinë, Merat, edhe fshatrat, Kamës. Plus që për ato vota kanë luftuar 40-50 persona, kurse tash do luftoj një. Po gjithë një krahasimi do bëhet me patjetër, Axhami, jemi në këtë moment që do të bëj një pyetje, lutem. Patjetër, po. Atëherë jemi në këtë moment që Partia Demokratike ka zgjedhur strategjinë e vet duke e vënë kandidatin. Pra, këto diskutimet me koalicionet, gjova njërin nga këta tha dikush nga partitë aleate është jashtë shtetit. Tani ne nuk do presim që të kthehet ai nga jashtë shtetit për me nxjerr kandidatin e Tiranës apo jo. Besoj se datë njëjtë mendim me mua. Atëherë, cilat do jenë ritmet? A do e nxjerr brenda aktiviti kandidatin, si e shikoni juve? Jo, nuk e kam sinqerisht domethënë pyetjen se data 9 nëntor erdhi. Si janë as 40 ditë. Ne tashmë jemi përpara një realiteti. Përpara realitetit që në 6 bashki do ketë zgjedhje duke pritur dhe vendimin e gjykatës kushtetuese. Jo, s'ka vendim gjykate kushtetuese, i ka shkallmuar gjitha. I ka shkallmuar. Ai thot me datë 9 nëntor thot ke zgjedhje, nuk ka rëndësi. Prandaj kryetari i shtetit Partia e Lëvizjes e Legalitetit do mbret. Po, i mirë është që tjetër mbi partitë. Po, nuk po e haptem tjetër do ta lëmë tjetër. Jo, unë jam dakord, po flas kuptim se pozicion tjetër mund të jetë si diella me inteligjencë artificiale. E keni shprehur. Dhe tashmë jemi përpara një realiteti, jemi tepër të vonuar. Unë jam i bindur, sepse biseda kemi pasur, që këta 2 ditë, brenda këtyre 2 ditëve do të përfundojnë gjitha takimet me partitë parlamentare kryesisht. Pra ti na jep lajm që brenda 2-3 ditëve do kandidatë. Do përfundojnë negociatat, pasi të bisedat, pasi të përfundojnë bisedat, janë dhënë ato modulet nga çdo kryetar partie në emër të kryesisë së partive, subjekteve të tyre, do mlidhen dhe të konkludojnë kandidatët e kandidatit do të dalë shumë shpejt. Tani të bëj një pyetje, nëse juve nuk ju japin këtë matin, do marrin një qendrim ndaj Partisë Demokratike, me që pas keni kandidat mirë flas. Kandidati ynë në mat është kandidat shumë i mirë dhe neve normalisht do të shikojmë dhe kandidatin që do paraqesë Partia Demokratike, sepse dhe kandidati i tyre ose në një forcë tjetër politike mund të jetë shumë i mirë, ne do këmbgullim për të qëndruar fanatik kërkesës tonë, kuptimin e mirë të fjalës do ta lidh prapë me zgjedhjet parlamentare. Por nëse do të dakordsohet në këto zgjedhje të pjesshme, të futemi po them me kandidatin e Partisë Demokratike dhe mati nuk do të siguroj fitoren në rast, në mënyrë të prerë në zgjedhjet e 2027-s ne do kërkojmë me patjetër kandidatin, përndryshe do ta nxjerrim vetë kandidatin, për arsye se në zgjedhjet lokale ne është taksative, është marrë vendimin që ne do kandidojmë vete.
për këshilltar çdo subjekt politik duhet dhe është për këshilltar jo. Po, nëse kandidon për do më japësh 2 sekonda, 1 sekond. Nëse kandidon për këshilltar, ke drejtën legjitime që të kandidosh të nxjerrësh dhe kryetar bashkie, kandidat për kryetar bashkie. Nuk mund të nxjerrësh çdo bashki, po nxjerr 5 bashki. Atëherë me dakordsi në zgjedhjet e tjera me patjetër nuk i nxjerr 61 bashki, nuk i nxjerrim, nuk i nxjerr, po mund të nxjerr 4-5 bashki që do të jetë edhe madhe. Të të bëj një pyetje tani nga shumë njerëz, pritet që jo pyetja e parë është kjo, mendon që mund të kandidojë Erion Velia nga qelia i pavarur apo nuk e ke menduar domethënë këtë moment? Na futet tani. Jo, po është e rëndësishme kjo, se mund bëj separatizëm, mund ndaj votat, mund Tash me që do gallat, po të themon unë po të isha me grup që të kishim dhe nge, do kisha marrë një burgaxhit, dal nga burgu për vjedhje, edhe kisha kandidat për Bashkia e Tiranës të dilte të thoshte unë o vlla zanat kam të vjedhën. Po kandidoj, më jepni votën, unë ha si miu jo si Ariu, do ha për vete, do le për tjerët, leg vjedh, nuk kam. interesante. Po t'isha unë. Tani, ti thua Erion Velia nga burgu. Nuk e dia lejon ligji të kandidojë Erion Veliaj. Patjetër, nuk ka vendim formës prerë. Por jo, e di që s'ka vendim formës prerë, problemi është këtu që konkurroj Meta. Që Meta konkurroj. Okej. Mundet ndoshta nëse do ta bëj. Mendon a mund ta bëj apo jo? Kjo ishte pyetja. Pra, jo nga ana ligjore, si e shikon ti me ajsa e njeh, domethënë Veliaj. Po unë tash mendoj po hyr në një gjë që s'është e ime, se s'jam shoku ti. Unë po t'isha në pozitën e ti, do të shifja më mirë hallin tim se sa me vazhdu këto gjëra. Pse? Se jo, kur e nisëm thash këtë, në Këshillin Bashkiak ka njerëz dhe në Parti Socialiste që ai ka bërë njerëz. Kuptohet me metoda jo fort zyrtare. Dhe ata njerëz me urdhër të partisë votuan. Tani kush do ta votojë? Mirë, e vuri kandidaturën Erion Velia, kush do ta votojë? Jo, mendoj thjesht për t'i prish punë Partinë Socialiste. Prisha si punë, aty do i prishte shumë punë vetes. Në Partinë Socialiste sidomos, po edhe në partitë e tjera, por sidomos Partia Socialiste me disiplinën që ka, plus shtokovi qendrën e pushtetit, njerëzit binden absolutisht urdhrave të partisë. Okej, pyetje fundit. Mendon që do flasë Erion Velia apo jo? Si e shikon domethënë këtë moment? Po çfarë do thoj? Çfarë do thoj? Samir Tahiri që s'foli. Po. Ka folur vetëm Arben Ahmetaj. Dhe Arben Ahmetaj nuk është duke folur. Arben Ahmetaj jep mesazhe, jep sinjal, nuk ka folur gjë Arben Ahmetaj. Ashtu. Çështja është folur e ka mundsinë, i kanë thënë nga larg bëu bashkëpunëtor i drejtësisë. I kanë thënë. Jo, ti ke dëgjuar deklarata publike. I thonë mirë, bëu bashkëpunëtor i drejtësisë. Jo. Thash nuk për mua është person periferik, jam shumë i lumtur që është djegur karriera politike atij personi. Në qoftë se do t'i bëj këto gjëra, unë mendoj që është në dëm të interesave të vetë, pse domethënë ai është në pozicionin e një të arrestuar, është në burg. Dhe unë mendoj që mentaliteti një të burgosëri nuk është që të bëj lojra të mëdha të këtij standardi, sidomos kur nuk kam mbështetje politike. Se e bëri Sali Berisha nga arresti i shtëpisë. Po kishte mbështetje të fuqishme popullore. Jo të fuqishme si dushti, po kishte. Po. Erion Veliaj edhe ata 5 njerëz që shkuan ke Spagu i tha Rama mos u shoh më aty. Dhe nuk ka pas më asnjë protestues të vetëm. Shumë drejt. Kështu që në këto kushte, nëse do ta bëj këtë gjë, u dhe mbar, por nuk mendoj që është nga ata burra dhe trima që vjen. Kjo është pyetja fundit, se jemi në minutë fund. Pra mendon se mund të flasë Erion Velia? Tani të përgjigjim edhe pyetjes parë, nëse do kandidonte nga burgu, i bie që tërhiqej nga ankimi që ka bërë në gjykatën kushtetuese. Pra nuk ka sens që ai të kandidojë. Ai pretendon dhe me të drejtë që është kryetari i bashkisë. Dhe që ai s'kandidon. Se ka e zaru 3 mandate, pra pyetja ime ishte shumë jashtë. Ne e futet domethënë. Po jo, tani unë bëj me akulpa i kërkoj falje opinionit. Se ka e zaru 3 mandate, prandaj ligji Nëse loj kështu logjike ishte. Po, patjetër. Gjë në një tjetër, thotë ka. Fal Paulin, vetëm një gjë për te kësaj të Veliajt, thjesht shkeljet e kushtetutës. Kujtoni një precedent, zgjedhjet 2019-s. Po. Ka një skandal tjetër që presidenti i Republikës Ilir Meta dha datë tjetër. Po. Dhe kanë qenë dy data
votimesh. Tetor ka Një qenë. dekretuar nga presidenti, Shumë një nga, kështu që me kushtetutën, se Ditën e mitingut. deshe me folë edhe për presidentin Panaikun. Mund të ankohet edhe dekreti i presidentit që ka nxjerrë në gjykatën kushtetuese dhe mund ta bashkojë me ankimin e Veliajt për të dhënë për ta pezulluar dekretin derisa të shprehet për vendim. Gjykata kushtetuese Do jetë interesante kjo edhe do kjo. në fakt për të mbrojtur dinitetin e vet në rast se u ka ngelur sadopak dinitet gjykata kushtetuese duhet veprojë kështu. Provë është për gjykata. Përballë- A që thot Paulin është në provë gjykata kushtetuese. Me këtë. Në qoftë se nuk do të ndjeki gjërat logjike, nuk po them ligjore, se ligjore e bëjnë mu. I bie që do humbi shumë. Siç humbi me Olta Xhaçka që pyetën Venecian. Po pra. Mendon se do flas Veliaj shkurtimisht. Shkurtimisht, Veliaj nuk ishte trim kur ishte jashtë, Jo më tani që jo më tani që është po kreti thonë ja vetëm. burgut burno, unë se kam provu, e kam me gjumë. Nuk besoj se e burnon jo burgun. Dakor, shpëtim mendon, nuk do flas. Jo. Azmer edhe një mendim nga ti, si e shikon Veliajin? Normalisht, Se është di shumë, nuk është kryetari politikan i radhës. aktual i Bashkisë Tiranës, unë nuk mendoj se ai do ketë ndonjë reagim të fortë. Unë mendoj se ai është duke negociuar daljen e tij nga qelia sa më shpejt dhe si çmim do jetë heshtje. Po kjo heshtje do jetë në dëm të gjithë qytetarëve shqiptarë, se nëse do t'i bënte një nder të vetme në jetën e vet, votuesve të tij, por edhe qytetit të Tiranës, do ishte të fliste për të treguar, le të themi, ato krime që janë bërë, se unë nuk besoj se zoti Veliaj i ka marrë ato vendimet për inceneratorët, që dhe sot që ne po flasim paguhen lek, me mendimin e vetë dhe me mendjen e vetë. Dhe pikërisht do na bënte një nder të gjithëve për të na kursyer edhe disa qindra milion euro që do shkojnë deri në përfundim të kontratës së inceneratorëve në kryeqytetin e vetëm në rajon ku uji akoma vjen me orar. Pra, do ishte Nuk e di që orë e keti orarin, po unë rritë braka aty që rri me qerat, uji vjen në orën 7 dhe ik në orën 2, pastaj vjen në orën 6 mazlitë dhe ik në orën 8 darkës. Pra, e kemi me orarin. Qenë ke me fat. Kur e kam gjuhë këtë kryetarin e bashkisë në televizor, thash unë pas kam ujë. Jo ta them me sinqeritet dua bita. Shkova hapa dhe herë atë. Kur erdha këtu e diskutuam dhe thash ku të dal nuk di do gjej makinën. Po pra, se të merr. Ai që tha çfarë të merr, parkingu qarkullim ishte të vetëm fare. Që ju kisha sot në studio sinqerisht, zoti Axhami, zoti Papekaj, zoti Duleviç. Unë faktikisht kam një thirrje për Veliajin, prandaj e nisa dhe me një ser. Tani po na thonë që zoti Veliaj ka filluar dherakin, nuk e di se sa e vërtet është, por sigurisht çunat e mamit që nuk kanë bënë i betejë në jetë dhe janë dhënë çelësat edhe të bashkisë edhe të kauzave të tjera në dorë, janë bërë gjithmonë me marrëveshje, se është një njerëz që s'ka hyrë në ngar. Sigurisht që do përfundoshin kështu, por unë mendoj që i vetmi nder që mund t'i bësh tani Shqipërisë është që ti të flasësh, sepse ti nuk je politikan i radhës. Kujdes, në zgjedhjet e 11 majit unë kam kërkuar votën, sepse ti votoje në Durrës. Kam kërkuar votën sepse mendoj që jam e kundërta jote, tani po kërkoj, nuk e di jam ke votuar jo, po tani po të kërkoj, kam dalë shumë keq te burgu, domethënë, po tani po të kërkoj që ti të flasësh të paktën një herë të vetme në jetën tënde dhe ti bësh shërbim se ke parë dhe ke dëgjuar shumë. Dhe po e mbyll me shprehjen tënde që kur të flasësh ti, gjithë do jenë deri në fundit. Faleminderit edhe që ishit në studio. Nesër në orën 14:30 ritransmetohet ky emision. Nuk më mbetet gjë tjetër veç se lutem takimin e radhës të mërkurën e ardhshme në orën 20:00 deri atëherë natën e mirë.